Bëni të fola Albin Kurtit që nëse ai është shpioni i Serbisë, atëherë jam edhe unë. Ai është shpioni i Serbisë, ta heqim një herë për gjithmonë këtë dilim. Bëni të fola Albin Kurtit që nëse ai është shpioni i Serbisë, atëherë jam edhe unë. Një ring boksi me Vebe Kajtazin apo Berat Buzhalën? S'janë kategorie jamja ata. Kategorie ullët janë ata. Dëtë. S'mujnë ata, s'ka shansë, se s'kanë ka përcyu një jetë s'ka kanë kalu në. Ata i duhet edhe vite shumë. Kanë bo emën në Kosovë, po kështu një jetë ju duhet hala shumë për me kalu. Nëse do të ishe në mes të detit dhe do të duhej ta hedhje njërin e ujë, a do ta hedhje Edi Ramën apo Albin Kurtin? Jo, asë njone se kisha hedhë në ujë. Du t'i respektoj shumë. S'moja për asë njone. Të më thejshë buqisin e kisha gjuhë në ujë. Ama është mundësia me zgjedh mes njonit? Po, ja u kisha zgjedh një anije. Cila është historia më interesante e jotja? Historia më interesante është kur kom tërheq dokumentacion sekret për shërbimit sekret e ja kom qua lidhjes demokratike të Kosovës, mi ditë çka po i bën shërbimit sekret i Jugoslavisë atëherë. Cili është zoti yt? Zoti jam, një është. Qaj që është i yti është edhe jam. A beson? Po, absolutisht po. A je pro apo kundër komunitetit LGBT? Nëse je pro, pse? Nëse je kundër, pse? As që po, as pro është punë e tyne. Unë besoj në familje, besoj në ato që Zoti e ka vendosin këtë botë, edhe se cili ka këtu orientimet e veta. Nuk jam as pro as kundër, punë e tyne. A është e vërtet që ke marrë ftesë për Big Brother Web Kosova 3? Jena në komunikim për treshin, po ose në Shqipni ose në Kosovë me Milajm Zeken kena biseduar këtë çështje, edhe nëse hym kena me hy si një person, po keni me po diçka të papam nëse hym. Nëse do hyje